Bisedën që zhvillova në zëvendës presidentin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, zotin Pence, ishte një bisedë jashtëzakonisht e rëndësishme për sot mandatarëve e Kosovës. Zotimi i zëvendës presidentit Pence ishte shumë i qartë. Do të angazhohen maksimalisht që të jenë afër Kosovës, që të jenë prezent në rajonin ton dhe vetë ardha e zëvendës presidentit Pence në Malë të Zi, që është në historikun Malit të Zi, vizita parë në nivelit të tillë për ta, është mesazh jo vetëm për Malin e Zi që o bë anëtare e NATO-s këta muajt e fundit, por edhe është mesazh më i qartë për tërë Ballkanin Perëndimor se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administrata e re, presidenti Trump do të jenë të angazhuara drejt për drejt në lëvizjen përpara të rajonit, në lëvizjen drejt perspektives euroatlantike. Në të njëjtën kohë, unë i potencova zëvendës presidentit Pence për domosdoshmërinë që Kosova të lëvizë sa më shpejt drejt anëtarësimit në NATO. Zëvendës presidenti Pence edhe në fjalimin e tij ftoi gjitha vendet e tjera të kartës së Adriatikut që të mbështesin Kosovën dhe të largohen ato pengesa teknike që kanë qenë deri më tani që Kosova të jetë anëtare e barabartë dhe jo vetëm arguse e kartës së Adriatikut. Gjithashtu, unë pata kënaqësinë që gjatë bisedës me zëvendës presidentin Pence të ftoj për të vizituar Republikën e Kosovës. Zëvendës presidenti Pence e njeh situatën në Kosovë dhe unë jam optimist se në tarmen jo të largët edhe zëvendës presidenti Pence do ta vizitoj Kosovën, por në të njëjtën kohë ne duhet punojmë të gjithë pa dallime partijake, gjithë shtetarët që të lëvizim sa më shpejt përpara, të prodhojmë sa më tepër argumente pozitive për mirë dhe partnerët tanë, veçanti për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që t'u lehtësojmë atyre që të na mbështesin në hapat dhe angazhimet tona konkrete që kemi që të jemi pjesë e NATO-s. Ndihem shumë krenar që sot marr pjesë në këtë takim të kartës së Adriatikut si presidenti i vendit dhe qytetarëve më pro-amerikan në botë. Kështu që unë jam optimist se gjatë do të lëvizin në drejtimin e duhur dhe do të lëvizin edhe më shpejt se sa që kanë lëvizur më herët. Morët një konfirmim të tillë për një themelim sa më të shpejt forcat armatosura, me që e dim që ka pasur zëra si kundërshtues, ashtu që do të mund të bëhet kjo çështje shpejt. Ne dham zotimin ton të plot se do të punojmë ngushtë me NATO-n dhe partnerët tjerë dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për themelimin e forcat armatosura të Kosovës si një forcë multietnike, profesionale, në koordinim të plot me faktorët relevante ndërkombëtar, në mënyrë që të lëvizim drejt perspektives për partneritet, për paqe, por dhe për antarësim në NATO. Rrugën të cilën ne kemi sugjeruar apo korniza që do të lëvizim përpara është mirëpritur edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe për vendeve tjera të NATO-s. Zoti President, sot keni pas një takim me kryeministrin Malazez, a është përmend demarkacioni dhe nëse po çka është bisedu për këtë çështje që ka ngecë realisht në Kosovë? Në takim me kryeministrin e Malit të Zi, zotin Marković, unë eurova për antarësimin e Malit të Zi në NATO fillimisht, ndërsa çështja e demarkacionit nuk është çështje e hapur mes Kosovës dhe Malit të Zi, është çështje e brendshme politike në Kosovë, të cilën duhet ta kalojmë bashkërisht të gjithë, edhe si politik, por edhe si institucion, në shoqëria civile, media, qytetarët, në mënyrë që të lëvizim këtë pengesë ja kemi vu vetvetes dhe të lëvizim drejt perspektives për liberalizimin e vizave. Raportet mes Shtetit Kosovës dhe Malit të Zi tani anëtar i NATO-s janë të shkëlqyera. Zoti tha që nesër pritet që në seancën konstituive të Kuvendit votohet për kryetarin e Kuvendit, po ashtu edhe për nënkryetaret. Cili presni që t'jetë epilogu i kësaj seance? Unë pres që të respektohet vullneti i qytetarëve të Kosovës, përshkaftoj gjithë spektrin politik të jenë korrekt, të jenë konstruktiv, të jenë participues, të jenë kryet e përgjegjësive për çka qytetarët kanë votuar, secilit e mendon së pari për vendin, për shoqërinë dhe të ardhmen, nuk kemi kohë për eksperimente, nuk kemi kohë për të humbur, nuk kemi kohë për blokada dhe ftoj gjithë që
të participojnë dhe nesër të ndërtohen institucionet e Republikës e Kosovës, të filloj funksionimin edhe Kuvendit, të filloj punën edhe qeveria, sepse në presin detyrat dhe obligime shumë të rëndësishme në rrugën tonë zhvillimore, të reformës demokratike, të perspektives euroatlantike dhe çdo ditë të humbur për ne do të jetë një çmim i lartë. Zoti President, edhe një pyetje, se keni pa iniciative në fundit të presidentit serb Vučić për dialog të brendshëm për çështjen e Kosovës? Mendoj se çdo dialog që e çon largimin e Serbisë nga pretendimi për Kosovën apo që çon drejt një njohje të Kosovës është i mirëseardhur, ndërsa debati tyre brendshëm mendoj se do të rezultojë me një angazhim më të qartë të tyre që të punojnë më tepër për të ardhmen evropiane dhe të mos mbesin peng i mentaliteteve dhe miteve të së kaluarës. Keni pasur shtrëngim duash me përfaqësuesin serbe këto? Unë jam takuar sot me shumicën me të gjithë, mund të themi, kryeministrat e rajonit, kemi pasur të shtrëngim duash edhe një bisedë të shkurtër edhe me kryeministrin e Serbisë, që mund të them se ishte një bisedë e shkurtër konstruktive.